kohën kur të tjerët nuk pyesin fare për vlera, me i përmend t'i vlera, dukesh pak qesharak. Prandaj, mendoj që të dy palët nuk janë të interesuar, e kam fjallën, as për vetëvendosjen, as për këtë blokun tjetër, nuk janë të interesuar fare të shkojnë në zgjedhje për çështjet presidentit. Madje do të ketë mundësi për afrimi të rreth figurave për cilat po flasun, pse mos me zgjedh Arsim Bajramin që e përmendet ti? Jo, se përmenda une. Pse mos me zgjedh Gjulieta Mushkolajn, për shembull? Asymeris do të kishte kundër. Pse mos me... Pse mos me zgjedh... me hoxha të një. Pse mos me zgjedh Sabri Kishmarin, për shembull, një figurë akademike, diplomat, i urtë, i njohur gjithandej nga të gjitha palët politike. Ambasadorja i vetëvendosur. Pra, ka 100 e disa, s'është i vetëvendosur, sa është i Kosovës. Por me këshyrë që pëngjishin krejt edhe Martin Berisha, i krejt ve ju voli dorë për dorë. Po, pse mos me zgjedh edhe Martin Berishajn, për shembull, president. E Belasoni, ishe kundër. Jo. Unë personalisht nuk do të isha. Sepse unë kam raportet mira me te personalisht. Çështja është se... Ki hapë zemrën dishka, Jo, nuk ka raportet mira me partit me vetëvendosjen. Dhe këto raporte dorën zemër i ka prish vetë, dhe përgjegjës është vetë. Po, unë nuk e di... Jeni në kadri kryezor. Nuk e di, nuk po vetë mendja se është në mes aty. Kadriu. Unë nuk e di pse kapemi te figura e një personi. Kush do qoftaj? Ja, nuk ka figurë, ja. Unë respektoj zonjen Vjosa Osmani dhe ekziston mundësia, asnjë prej nesh nuk po e përjashtojmë që ajo të rizgjidhet, po për rizgjedhje duhet ajo të luftoj për vota. Nuk ma merr mendja që ka një predisponim qaq të madh tash nga asnjëra palë që ajo të rizgjidhet. Nuk e thon asnjë publikisht. Ne është çështje tjetër që jemi analistë këtu dhe nuk na e merr askush fjalën tonë kush e disa përpesh. Por, është mirë t'ja themi që me gjithat ka dhe emra tjerë, unifikus madje, dhe që në këtë situatë politike që jemi, i kemi mundësin që t'i japim një leksion të mire edhe pas 28 dhjetorit, me 4 mars apo 5 mars, kur është që të zgjidhet pa probleme, me një unanimitet pothuajse të plot, cili do prej emrave që propozohet. Natyrisht, paraprakisht, do duhej që ato pajtohen me visajnë, kur tha, disa parime, disa kritere për cilat do duhej t'i plotësonin, dhe ecet tutje. Nuk ka nevoj të sillet në vëmendja e puna e zarfave, puna e zgjedhjeve tjera, sepse kemi kaluar periudhë. Ne jemi tash një fazë të maturimit demokracisë sonë dhe në një fazë kur dorën zemër ka një ndikim të madh mënyra e përzgjedhjes të i kalimit të këtij segmenti edhe në vise tjera shqiptare, edhe në Shqipërinë politike, edhe në Maqedoni e tjerë.